Për mu sot është shumë vështirë, se para 27 viteve, kur isha vetëm 16 vjeçare, isha në dorën e armikut. Po sot jam këtu për të folur për drejtësinë. Sot do kam gjithë popullin shqiptar pas veti, se për shumë vite kisha vetëm familjen. Dua të falenderoj institucionet, organizatat, shoqërinë, familjen për përkraje, për mbështetje, ju bëj thirrje viktimave që më na bashkangjitë sa më shumë, me dalë me fol publikisht, po gjëja kryesore është me kërku drejtësi. Së është një diçka që nuk ju falet Serbisë për krimet që ka bën në Kosovë, kur unë kam ditë me kërku drejtësi kur kam pas vetëm 17 vjet. Pse mos me kërku edhe sot të gjithë drejtësi. Faleminderit shumë. Faleminderit të gjithëve. Unë së do mund një vit, kur kam dalë me fol publikisht, unë prej këtij vendit ju bëj thirrje çdo mbijetuni edhe mbijetureve që le të vinë sa më shumë rreth organizata, le të kërkojnë ndihmë, se edhe në me bon pa di kundër shtetit serb. Faleminderit shumë. Sot kjo ditë për gjithë shoqërinë kosovare, po mbi gjitha për të mbijetuarit, për familjarët e tyre, për historinë e Kosovës, shënon memorien kolektive të Kosovës, ditë kjo e cila është e mbushur me aktivitete. Neve na vjen mirë që përtej ne si organizata krah i kemi edhe institucionet e Kosovës, të cilat me aktivitete të ndryshme po e lançojnë edhe po e ngrisin zërin për të mbijetuarit e dhunës seksuale. Dua të them se kjo ditë koincidon me datën e Vasfije Krasniqit, në momentin kur kjo si e re i është nënshkruar torturës masive në vendin ku i ka ndodhur krimi, dhe nga ai vend vite më parë Vasfija ka kërkuar që kjo ditë të jetë ditë institucionale, ditë memoriale për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës, dhe sot ne i respektojmë, nderojmë zërin e Vasfisë, zërin e Danit, zërin e Shuretit, por edhe me mira e qindra të mbijetuar që të cilët ende nuk flasin dhe kanë frikë nga stigma dhe paragjykimi që historitë e tyre t'i ndajnë në publik. Sot po ashtu dua t'ju them që kemi një konferencë të madhe rajonale që ndëlidhet pikërisht me procesin e drejtësisë dhe kompenzimin, dhe ju ftoj gjithëve që të na ndjekni në Emerald për faktin që për herë të parë po e hapim një temë që ka të bëjë me kompenzimin gjatë proceseve penale. Mendojmë se drejtësia e pa kompletuar për të mbijetuarit e dhunës seksuale është e përgjysmuar, kështu që jemi në proces të ngritjes së këtij debati në mënyrë që rastet të cilat kanë marrë drejtësi, por edhe aktakuzat të cilat janë në pritje dhe mbi 100 raste të cilat janë në proces të investigimit, të arrijnë ta marrin drejtësinë e plotë në Kosovë.